Kandidati i koalicionit Vlem për kryetar të komunës së Gostivarit Sebajdin Dauti, gjatë një interviste në emisionin Zëri i Votës në televizionin Globi, prezantoi planin dhe vizionin e tij për zhvillimin e qytetit. Ai theksoi se vendimi për të hyrë në garë për kreun e komunës vjen si rrjedhoi e kërkesave të shumta nga qytetarët dhe përballje së përditshme me probleme serioze që e prekin Gostivarin. Ajo e përditshmëria në qytetin e Gostivarit, do të thotë në gjitha skajet, në gjithë qytetin, po edhe në pjesët periferike dhe në vendbanimet për fshatra, shohim grumbuj ose mbeturina gjithandej, aspekti i kanalizimit, ankesa ujësjellse, qente ndacak, do të thotë shumë arsye ka, për atë edhe unë kam pranuar një garë të tillë duke menduar se unë me përvojën time, me profesionalizmin tim mund të bëj diçka mirë për Gostivarin dhe për qytetarët e Gostivarit. Gjatë mandatit të tij 4 vjeçar, Dauti premton ndërtimin e një impjanti për trajtimin e ujrave të zeza, me qëllim që ato të mos derdhen më në lumin Vardar. Po ashtu, ai premtoi zgjidhje për deponinë rajonale Rusino, përmes krijimit të një impjanti modern për përpunimin e mbeturinave, sipas modelit të Shqipërisë, nga ku do të prodhohet edhe energji elektrike. Sa i përket ujit të pishëm, ai theksoi se aktualisht stacioni filtrues nuk funksionon gjithmonë me kapacitet të plot, por premtoi se do ndërmerren masa që deri në fund të mandatit çdo vendbanim i komunës së Gostivarit të ketë furnizim të rregullt me ujë të pishëm. Duke folur për problemin e qenve ndacak, Dauti e cilësoi atë si një çështje rajonale, por të zgjidhshme. Ai u zotua se të angazhohet për një zgjidhje të qëndrueshme në bashkëpunim me komunat fqinje. Ka pas disa herë zgjedhje aty parciale, po them edhe qend bartën prej një qyteti në një qytet tjetër. Kam informata se ka punuar, ka qenë në funksion një stacionar ose një qendër për ku janë grumbulluar qend, dhe mundohen ta shtim atë, dhe punojnë ta shtim në funksion dhe të bëjmë grumbullimin e qendve ndacak, trajtimi i tive human me mjek të cajla mije, veteriner, por mendoj se është një zgjedhje më e mirë të bëhet një zgjedhje rajonale, ku të gjithë rajoni bara Maqedonia Perëndimore të bëhet një qendër e përgjithshme ku do mundet të grumbullohen, qend të trajtohen në mënyrën e dur humane, po aty duhet me ndihmën edhe të pushtetit qendror, ku edhe unë jam pjesë e pushtetit qendror, dhe të kërkojmë mjete, dhe të bashkëpunojmë me komunat si Tetova, Kërçova, barem që i kena këto rreth me Dibrën, që të bëjmë një qendër rajonale për qendë, njëre për gjithmonë ta zgjedhim këtë çështje. Në planin e tij për arsim dhe sport, Dauti premton ndërtimin e 2 sallave sportive, një në shkollën fillore të fshatit Çajl dhe tjetra në fshatin Forin. Ai shtoi se do të punojë që mësimi të zhvillohet vetëm në një ndërim, por pa cënuar stafin arsimor, duke garantuar se asnjë mësimdhënës nuk do të humbas vendin e punës. Një nga projektet më ambicioze të Dautit është hartimi një plani të ri general urbanistik 10 vjeçar për Gostivarin. Ky plan përfshin ndërtimin një sheshi të ri, zgjidhjen e kaosit në trafiku rrugor, si dhe krijimin e një zone ekonomike për të nxitur zhvillimin lokal. Veç ne kena të angazhuar një edhe si komunë e Gostivarit, po edhe si Magjar, si koalicion, një arkitekt të mirënjohur të Slovenisë me ekipin e vet, jo veç tu përgatit një plan urbanistik për vitin 2026, do thotë për 10 vitet e ardhshme, si një master plan, ku parashofim zonat e gjelbërta, parashofim këndër lojrash, parashofim parkime publike, parashofim zonë industriale, për shkak se Gostivarit i mungon një zonë industriale e veçantë jetë me këtë ato parametrat të cilët i takojnë dhe ndoshta zona industriale është perspektive e një qytetit, ne ndoshta ta ankom jena të diskutuar për mbeturinat, për ujin e pishëm, që ndoshta ti është kohë e kaluar, por ne ende mbitena me diskutim për atë gjë që janë elementare për banorët dhe për qytetarët, a besoj se e ardhma jonë është zhvillimi ekonomik. Dhe në atë drejtim gjithë kam pas shumë vizita në shumë ndërmarrje të vogla dhe të mesme, do ta kem për krajën time prej ditës së parë, normal në suazat të mundësive si komunë dhe si kryetar komune, në aspektin e dokumentacionit, në aspektin e infrastrukturës, t'i ofrojmë do një rrugë, një kanalizim, një ujë të pishëm deri kjo objekti, për shkak se
edhe grumbullimin e mbeturinave, për shkak se në këtë drejtim shumë kompani të vogla dhe të mesme kanë varregjet e veta. Dauti gjithashtu premtoi rritje të fondeve për kulturën dhe sportin, duke theksuar rëndësinë e tyre në ndërtimin e një shoqërie të shëndoshtë të zhvilluar. Sebadin Dauti vjen nga fshati Raven dhe ka një karrierë 33 vjeçare. Ai ka shërbyer për 15 vite si noter, një vit si ushtrues detyrë i kryetarit të gjykatës themelore të Gostivarit, si dhe ka mbrojtur pozita të rëndësishme në policinë e Gostivarit dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme.